Jeto për Zotin, jo për njerëzit. Krijuesi i gjithësisë, Allahu i lartësuar, na sjell në këtë botë me një qëllim primar, që të adhurojmë atë, t'i bindemi atij dhe të arrijmë kënaqësinë e tij. Këtë e ka bërë të qartë në librin e tij ku thotë: njerëzit dhe xhindët i kam krijuar vetëm që të më adhurojnë. Surja Dhariyat 56. Fatkeqësisht, në realitet ndodhe kundërta. Shumë prej njerëzve nuk jetojnë për Zotin dhe nuk i kushtojnë as edhe një minutë bindjes, adhurimit, përuljes, si dhe nënshtrimit ndaj tij. Nuk është në mesin e synimeve dhe prioriteteve të tyre arritja e kënaqësisë së Zotit, por ajo për të cilën mundohen dhe stërmundohen është kënaqësia e vetëve të tyre dhe njerëzve që i rrethojnë. Të shumt janë ata që i bret para gjykimi, perceptimi, opinioni, mendimi të tjerëve mbi ta, e as që duan t'ia dinë se çfarë vendi dhe pozite zën tek Zoti i tyre. Shprehja që qarkullon në mendjet e tyre është ajo e njohura për të gjithë. Çdo të thotë bota. Sa prej të rinjve nuk e lën alkoolin, duhanin, lidhjen me femrat e të tjerë, vetëm që shoqëria e tyre të mos i paragjykojë, që mos të etiketohen si çuna mami, çuna shtëpie, demode, jashtëkohe, e lloj-lloj epitetesh të tjera. Ndërsa veprimet dhe veset e pahishme që janë bërë pjesë e pandare për ditshmërisë atyre, me të cilët shoqërohen, janë diçka më se normale. E nëse nuk i vepron sipas konceptit të tyre, jetia normal. Sa vajza nuk e vën mbulesën islame, vetëm nga opinioni rreth të ngushtë familjar, farefisnor dhe shoqëror. Si që të mos thonë të tjerët, ishte gjithë ajo vajzë e bukur, shkoi e u mbulua. Ishte për të pirë në kup, shiko ku përfundoi. E shikojmë sikur ka bërë ndonjë gjunat pa falshëm, sikur ka bërë ndonjë veprim të pajustifikueshëm. A nuk e din që gjërat e bukura dhe me vlerë duhen mbuluar e duhen ruajtur për të zotët e tyre, në mënyrë që jo çdo kush të marrë pjesë nga ajo që nuk i takon. Ka vajza të tjera që nuk veshin petkun e fesë islame, vetëm nga frika se mos mbesin pa fejuar, pa martuar, e se mos u ngelin prindërve në derë. A do t'ja ndalë Allahu rizkun për fejes e martesë dikujt i cili i bindet urdhrave të tij, siç është në rastin konkret mbulesa? Përkundrazi, do t'ja lehtësoj, e pse jo, do t'ja mundsoj një bashkëshor të denjë për të dhe për të ardhmen e familjes. Sa të reja vishen me veshje provokative, si që t'u ngjasojnë shoqeve të tyre në aparencë, si që të peshkojnë ndonjë djalë, apo të paktën t'i bëjnë përshtypje, e po të vazhdojmë, sigurisht që shembuj s'kan të mbaruar. Për shumë kënd, opinion, është kthyer në xhelatin e tyre dhe është shndërruar në makth, në stres, në frikë, e cila nuk shqitet dhe i shoqëron në vazhdimsi, sa që as gjumi nuk e bëjnë të qetë. Sot fatkeqësisht, ecet me moton e gabuar, nuk ka rëndësi se ç'bëj, por si dukem në sytë e njerëzve. Imagjinoni në ç'ko jetojmë. Të jetosh për sytë e botës. Ta jetosh çdo ditë i sforcuar, i prangosur në një farë mënyre, për të vetmen arsye që të mos dukesh keq para të tjerëve, që të mos krijosh përshtypje negative tek të tjerët, ta ndjesh veten si i burgosur brenda trupit tënd, brenda vetes tënde. Pse vepron kështu? Kur vetë Zoti të krijoi të lirë e ta jep mundësinë ta jetosh jetën i lirë. Pse i kufizon veten për krijesat e Zotit e nuk bën diçka të tillë për vetë Zotin? Pse e lëshon veten peng në duart e të tjerëve, të cilët nuk kanë në dorë fatin tënd, e nuk e tregon vetëm me fjalë dhe me vepra që je robi i Allahut? Pse? Ti kënaqësh njerëzit është një tunel i errët pa krye, pa dalje, sepse zemrat e njerëzve janë të paqëndrueshme. Sot të duan kur u bën qefin, e nesër nëse i cënohet interesit të urrejnë. Pangopsia e tyre nuk ka limit. O ta di njeriu se sa shpejt harrojnë të tjerët pas vdekjes, por kjo ndodhet e gjatë jetës, nuk do të bënte asgjë për t'i kënaqur ata. Përkundrazi, do të bënte çdo gjë për ta kënaqur vetëm Allahun, atë që nuk e harron asnjë ditë robin e vet. I jep jetë, i jep shëndet, i jep një mal me të mira, por prapë njeriu me dritë shkurtësinë e vet i injoron gjithë ato të mira, deri në momentin që i humbet. Më pas kujtohet se ka një Zot që ja jep të falas, pa pritur prej tij asgjë në këmbim, përveç se ta adhuroj dhe ta kënaq. Madje bujaria e Allahut ka përcen çdo skaj të logjikës njerëzore. Edhe pse njerëzit mëkatojnë dhe nuk i përulen, ai prapë nuk e ndalon të mirat e tij, por i furnizon çdo ditë me të gjitha nevojat që u duhen. Imagjinoni sikur një mëkatar i Allahut ja merrte shikimin, qoftë edhe për një ditë në shenjë dënimi dhe ndëshkimi. A do të mëkatonte ai sërish? Kurse si, po sikur t'ja ndalonte të folurin, qoftë për një ditë, po sikur t'ja bllokonte lëvizjen e trupit, qoftë për një ditë. Por jo, Allahu fuqiplot me mëshirën e tij,
E lë robin e tij që të reflektojë dhe t'i kthehet të Zotit me falënderim dhe përkushtim, në shenjë mirënjohje dhe bindje për madhështinë, e cila karakterizon krijuesin e universit. Një jetë e dhuruar prej Zotit, a nuk duhet që të jetë një jetë dedikuar atij? Sigurisht që po. Po ku janë mendjet që logjikojnë kështu? Me besimtarin e devotshëm ndodh ndryshe. Ai e nis ditën me emrin e Zotit, e vijon ditën dhe e mbyll atë me përkujtimin e Zotit. E gjithë jeta e tij është të bënë në shërbim të arritjes së kënaqësisë së Allahut, duke përmbushur kështu atë çfarë potencohet në ajetin kuranor. Jeta ime dhe vdekja ime i përkasin vetëm Allahut. Surja e Nam 162.